Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo është vitamina që kuron sëmundjen që po prek moshat 40-50 vjeç e sipër, ja si ta përdorni. Çfarë ju vjen ndërmend pasi të dëgjoni për vitaminat? Një regjim i mirë ushqimor është thelbësor në çdo moshë, por bëhet shumë i rëndësishëm pas moshës 40 vjeçare, kur rregullat e lojës ndryshojnë tërësisht. Trupi nuk funksionon njësoj pas moshës 40 vjeç. Shtimi në peshë, sëmundjet e zemrës, diabeti dhe sëmundjet e tjera kronike e kanë organizmin në shinjestër. Një nga mënyrat më të mira për të qenë të shëndetshëm është të merrni vitamina dhe ushqyesit e duhur, dhe jo vetëm nga ushqimet, por edhe nga suplementet. Kjo është lista e vitaminave. Në këtë video, sipas Bright Side, do të mësoni për vitaminat më të rëndësishme që nuk duhet të mungojnë në regjimin tuaj ushqimor, sidomos atë ditor, pasi të kaloni moshën 40 deri në moshën 50 vjeçare e sipër. Vitamina B12. Kur mbushni moshën 40 vjeç dhe i afroheni të 50-tave, vitamina B12 nuk duhet të mungojë. Ajo është thelbësore për gjakun dhe për trurin. Kjo vitaminë gjendet në produkte shtatzore të bulmetit dhe të vezëve. Por suplementet janë të nevojshme sepse me kalimin e kohës përthithja bëhet akoma më e vështirë. Ushqimet e rekomanduara me vitaminën B12 janë sardelet, salmoni i egër, drithrat e plota, qumshti, kosi, djathi i bardhë, vezët. Nëse nuk konsumoni shumë nga këto ushqime, merrni suplemente në sasinë 2.4 mg në ditë. Ato i merrni gjithmonë në mbikëqyrjen e mjekut. Vitamina D. Vitamina D është e rëndësishme pas të 40-tave. Mungesa e saj lidhet me diabetin, sëmundjet e zemrës, sklerozën, problemet e gjirit dhe të zorrës. Vitamina D është e nevojshme edhe për përthithjen e kalciumit. Ushqimet me vitaminën D janë vaj i mëlçisë së peshkut, vaj i peshkut, produktet e pasura të bulmetit, drithrat e pasura. Dielli dhe veza janë burime të mira të kësaj vitamine, por suplementet duhet t'i merrni vetëm me këshillën e mjekut. Probiotikët. Probiotikët nuk janë as vitamina dhe as minerale, por janë të nevojshme për personat mbi 40 vjeç. Probiotikët e mbajnë stomakun të shëndetshëm dhe ulin rrezikun e sëmundjeve në zemër, goditjeve në tru dhe diabetit. Probiotikët janë të dobishëm pas moshës 40 vjeçare, kur masa muskulare të kurret dhe tendenca për të shtuar në peshë është më e madhe. Probiotikët janë kultura të gjalla që gjenden kryesisht në produktet e bulmetit, siç është edhe kosi, ose dhe tek ushqimet e fermentuara. Vitamina B12. Sapo të mbushni 40 vjeç dhe me patjetër pas të 50-tave, vitamina B12 duhet jetë primare. Është shumë e rëndësishme për qarkullimin e gjakut, për funksionin e trurit. Fëmijët dhe të rinjt mund të marrin vitaminën B12 nga ushqimet, që gjenden te produkte shtatzore si mishi, peshku, mishi pulës, bulmeti dhe vezët. Me plakjen e trupit fillon edhe vështirësia absorbimit të vitaminës B12, sidomos pas të 50-tave, kur edhe nivelet e acideve në trup fillojnë të shterohen. Pas moshës 40 vjeçare dhe para se të mbushni 50 vjeç, është më mirë të merrni vitaminën B12 nga suplementet ose multivitaminat. Përpiquni të merrni 2.4 mg në ditë. Nëse nuk merrni mjaftueshëm me ushqimet, duhet me patjetër të këshilloheni me mjekun për ta marrë edhe në formën e suplementit. Kalciumi. Edhe pse mendohet se kockat absorbojnë pjesën më të madhe të kalciumit në vitet e para të jetës, kjo lëndë ushqyese luan një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e kockave me rritjen e moshës. Kalciumi nevojitet për funksione të tjera bazike të trupit, si kontraktimi i muskujve, funksioni i nervave dhe zemrës, dhe reaksione të tjera biokimike. Nëse nuk po merrni mjaftueshëm kalcium nga dieta, trupi e merr kalciumin nga kockat. Për ta mbyllur ju duhet kalcium pas moshës 40 vjeçare. Megjithatë, nuk duhet ta teproni me të, sepse jo vetëm që nuk do t'japë përfitime, por mund të shkaktojë probleme shëndetësore. Gratë mund të marrin sasinë ditore të kalciumit 1000 mg në ditë për gratë nga 40 deri në 50 vjeç dhe 1200 mg në ditë për ato mbi 50 vjeç. Nëse konsumojnë ushqime të pasur me kalcium si produktet e bulmetit, peshku, brokoli, bajamet dhe spinaçi. Vitamina D. Vitamina D është e rëndësishme sidomos pas moshës 40 vjeçare, pasi parandalon problemet që lidhen me moshën.
Mungesa e vitaminës D lidhet me diabetin, sëmundjet e zemrës, sklerozën e shumëfisht, problemet e gjirit ato të zorrës, rrezikun të cilat rritet edhe më shumë me kalimin e moshës. Vitamina D është e rëndësishme për absorbimin e kalciumit në trup. Disa nga burimet ushqimore të vitaminës D janë peshku, bulmeti, drithra. Megjithatë, është më e vështirë absorbimi i vitaminës D që merret nga ushqimi, djedhi dhe burimi më i mirë i kësaj vitamine. Në dimër bëhet e vështirë marrja e vitaminës D, prandaj ekspertët rekomandojnë marrjen e suplementit D3. Duhet të merrni të paktën 600 njësi vitamine D në ditë. Sidomos pas moshës 50 vjeçare do të rritet në 800 njësi. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit, është një vitaminë shumë e rëndësishme dhe mungesa e saj në trupin tuaj mund të krijojë shqetësime të forta edhe në rritjen e problemeve të imunitetit. Magnezi. Funksioni kryesor i magnezit është të ndihmojë dhe në rregullimin e tensionit të gjakut. Shumë e rëndësishme kjo për gratë mbi 40 vjeç, të cilat janë tashmë në rrezik për tension të lartë të gjakut për shkak të moshës. Mungesa në magnez lidhet me sëmundje të zemrës, diabet dhe inflamacion. Magnezi gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në absorbimin e kalciumit dhe ndihmon në funksionin e mirë të muskujve, të nervave dhe të zemrës, si dhe mbajtjen në kontroll të glukozës në gjak. Nëse konsumoni një dietë të shëndetshme dhe të balancuar, mund të merrni dozën e nevojshme të magnezit, rreth 320 mg në ditë për gratë mbi 40 vjeç, ndër ushqimet që gjenden me perime të pasura janë perimet të gjelbra, bishtajat, produktet e sojës, frutat e thata, fara të ndryshme dhe avokado. Doza të larta të magnezit nuk shkaktojnë ndonjë problem të rënd, megjithatë mund të shkaktojnë diare, të përzira ose dhimbje. Kaliumi. Kaliumi luan një rol të rëndësishëm në mbajtjen në kontroll të tensionit të gjakut pavarësisht nga mosha. Ekspertët rekomandojnë nëse gratë të cilat janë afër fazës së menopauzës të marrin sa më shumë kalium nga ushqimet për të ulur rrezikun e goditjeve në tru. Ato janë gjithashtu kundër marrjes së suplementeve të kaliumit, vetëm nëse jepet me rekomandim nga mjeku. Doza e lartë e kaliumit mund të dëmtojë traktin gastrointestinal dhe zemrën dhe mund të shkaktojë aritmi kardiake të rrezikshme për jetën. Njerëzit mund të marrin kalium duke ndjekur një dietë të shëndetshme me ushqime të tilla si bananet, patatet të ëmbla, fasulet, thjerrzat e të tjera. Omega 3. Teknikisht kjo nuk është një vitaminë, megjithatë acidet yndyrore omega 3 meritojnë një vend në këtë listë për shkak të përfitimeve të tyre të shumta shëndetësore, sidomos sepse ndihmojnë për të përballur ndryshime negative që vijnë me moshën, si rritja e rrezikut të sëmundjeve në zemër dhe rënja e aftësive njohëse. Studimet kanë treguar se acidet yndyrore omega 3 ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut dhe uljen e kolesterolit të keq. Një studim madje ka treguar se njerëzit me nivele të larta të acideve yndyrore omega 3 në gjak performojnë më mirë në testet e memorjes dhe të menduarit abstrakt krahasuar me individët që i kanë edhe nivele të ulta të këtyre produkteve. Edhe pse mund të merrni acide yndyrore nga ushqimi si peshku, bajamet, farat e liri dhe perimet të gjelbra, suplementet gjithashtu janë një mënyrë shumë e mirë për të siguruar marrjen e mjaftueshme të këtij minerali. Ekspertët këshillojnë që omega 3 në formën e suplementit ta merrni gjithmonë edhe të mbështetur në çështjet tuaja shëndetësore dhe gjithmonë duke vënë në dieni edhe mjekun tuaj. Në këtë mënyrë do të evitoni komplikacionet që mund të lindin në shëndet. Probiotikët janë një tjetër zgjidhje shumë e mirë. Probiotikët nuk janë as vitamina dhe as mineral, megjithatë janë shumë të rëndësishëm për gratë mbi 40 vjeç. Probiotikët luajnë një rol të rëndësishëm në funksionet e zorëve dhe rënien në peshë, madje edhe uljen rrezikun e sëmundjeve të zemrës, diabetit dhe goditja në tru. Mund t'i merrni probiotikët në disa produkte të bulmetit, sidomos te kosi, produktet e fermentuara të sojës si dhe suplementet në farmaci. Prandaj për të jetuar një jetë të gjatë dhe të shëndetshme, këto vitamina dhe minerale asesi nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj ushqyese. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.